Universi mund të japë një shenjë për 4 shenja pikërisht kur nuk e presin. Ka momente kur universi zgjedh mënyra shumë të veçanta për të dërguar një sinjal. Jo gjithmonë bëhet fjalë për diçka të madhe, ndonjëherë një situatë e papritur, një bisedë e shkurtër ose një ndjesje e fortë mund të tregojë se diçka po ndryshon në drejtimin e jetës. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë një moment ku disa shenja të zodiakut ndjejnë se një sinjal po afrohet pikërisht kur nuk e presin. Universi shpesh përdor momentet më të thjeshta për të treguar se një rrugë e re po hapet. Binjakët. Një moment gjatë kësaj periudhe mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin në mënyrë më të shpejtë se sa e kishe menduar. Energjia që të rrethon mund të sjellë një situatë ku një sinjal i vogël të bën të reflektosh mbi drejtimin që po marrin disa plane. Një bisedë ose një informacion që arrin papritur mund të japë një këndvështrim të ri për një situatë që dukej e zakonshme. Universi ndonjëherë zgjedh momentet më të papritura për të treguar se disa mundësi po afrohen. Nëse arrin të ruash fleksibilitetin dhe të dëgjosh me kujdes atë që po ndodh rreth teje, mund të kuptosh se ky sinjal ka një kuptim më të thellë. Një ide që lind nga kjo situatë mund të të ndihmojë të shohësh një rrugë që më parë dukej e paqartë. Luani. Një situatë e papritur mund të bëjë të ndjesh se universi po përpiqet të dërgojë një mesazh të rëndësishëm. Energjia e kësaj periudhe mund të hapë një moment ku kupton se një informacion ose një bisedë vjen pikërisht në kohën e duhur. Një sinjal i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e shikon një plan që ke menduar prej kohësh. Universi shpesh komunikon përmes surprizave që në fillim duken të vogla. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate, mund të kuptosh se ky moment ka potencial të tregojë një drejtim tjetër. Një ide që lind nga kjo situatë mund të ndihmojë të kuptosh se disa mundësi janë më pranë se sa mendon. Peshorja. Një moment reflektimi gjatë kësaj periudhe mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po ndryshojnë gradualisht në mënyrën si po zhvillohen planet e tua. Energjia e ditëve që vijnë mund të sjellë një situatë ku një sinjal i papritur të bën të shohësh një mundësi që më parë nuk dukej shumë e qartë. Një bisedë ose një informacion i vogël mund të japë një këndvështrim tjetër për një situatë që dukej e zakonshme. Universi ndonjëherë përdor momentet më të thjeshta për të treguar se disa rrugë po hapen. Nëse arrin të ruash balancën dhe të analizosh situatat me qetësi, mund të kuptosh se ky sinjal ka një rëndësi më të madhe se sa duket në fillim. Ujori. Një ide e papritur gjatë kësaj periudhe mund të bëjë të kuptosh se universi po përpiqet të tregojë diçka të rëndësishme. Energjia që të rrethon mund të sjellë një moment ku një sinjal i vogël ndryshon mënyrën si e sheh një plan për të ardhmen. Një bisedë ose një informacion që arrin në momentin e duhur mund të hapë një perspektivë që nuk e kishe menduar më parë. Universi shpesh komunikon përmes situatave që në fillim duken të rastësishme. Nëse arrin të ruash mendjen e hapur dhe të mos kufizohesh nga mënyrat e zakonshme të menduarit, mund të kuptosh se ky sinjal ka potencial të hapë një drejtim të ri për ty. Ndonjëherë universi dërgon sinjale në momentet kur nuk i presim. Një situatë e vogël, një mesazh ose një ide e papritur mund të ndryshojë mënyrën si e shohim një plan ose një vendim të rëndësishëm. Nëse je një nga këto shenja, është e rëndësishme të jesh i vëmendshëm ndaj detajeve që ndodhin rreth teje. Nëse ndjen se ky mesazh lidhet me ty, shkruaj në komente fjalën shenjë. Mos harro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe parashikime nga universi.